Unë nuk du të besoj shumë ato hiç, po Allah Zoti inshallah ka bëu kërkesë. Në 2020 kam qenë në Burg, me kon kishim dëgjuar një bodis, s'kemi dëgjuar kur. Spres për Albin Kurti, zëni njeri që ju ka thonë, ju jeni me shku në Hag, shkoni në Hag, ky edhe shokët e tina apo si mes e tina në atë kohë, Zot besoj në zënë të. Ky është mirë, ky detyra të shtëpisë, mbrojtjen, më ndihmu mbrojtjes me parë, cili ka bënë tavan çmimit të tyre dhe ka bllokuar mjetet. Kështu që nuk du të besojnë to hiç. S'kan mujt me gjetë asë një shqipel që e përket ushtrisë shëndetare të Kosovës. Ushtria shëndetare e Kosovës ka qenë ushtri shëndetare, nuk ka qenë ushtri as okupuese, as që më shku me sulmu dikon, as me nguz dikon, po e ka mbrojt pragin e shtëpisë tonë. Atëherë faleminderit juve shumë që keni gjetë kohë sot më ardhë në këtë 5 vjetor të kopshëm për vendin tonë dhe për pjesëtarët e ushtrisë shëndetare të Kosovës. Ne sot kemi thirrë juve mediave dhe qytetarët një pjesë numër të vogël që të dalim këtu para Uleksit, pikërisht me 5 nëntor të vitit 2020, ku u burgosën padrejtësisht njerëzit të cilën sollën lirinë, paqen dhe pavarësinë e këtij vendi. Sot bëhen 5 vite pafajësi, 5 vite padrejtësi, 5 vite larg familjes, 5 vite larg bashkëqytetarëve, 5 vite që shumë të dashurit e tyre kanë ndruar jetë e ata nuk ishin aty. As për të dhënë tam të mirën në fundit. 5 vite që burrat e lirisë po mbahen të mbyllur për një luftë që sollën lirinë, paqen dhe shtetin tonë. Ne sot, tu që kemi dalë si shoqata dalën nga lufta, kemi dalë që dërgojmë mikit e Uleksit dhe ndërkombëtarëve që jeni të mbajt peng njerëzit i keni ndapue, ata njerëz të cilën sollën lirinë, pavarësinë dhe paqen dhe demokracinë në vend. Unë nuk kam që shtoj ma shumë, vetëm të thonë një, ata njerëz të cilët mendojnë trupin Kosovë dhe kokën Serbi dhe kanë kabim, ky vend është i shqiptarëve
dhe gjitha tyne që dojnë të jetojnë në Kosovë të lirë. Ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë luftë drejt, ka bërë luftë për vendin e vetë, për kombin e vetë dhe për gjithë qytetarët e Kosovës që të jetojnë të lirë dhe jo ne sot merremi si kriminal. EULEX-i dhe njerëzit e EULEX-it tentojnë që luftën shqiptare të Kosovës ta barazojnë me ordhit serbe çetnike paramilitare. Ne nuk kemi ata njerëz që kemi bërë krime, po ne kemi bërë vetëm paqen. Unë nuk kam çfarë të thoj më shumë. Lash Zoti se ata sa më shpejt vinë pranë familjes, shokëve, luftëtarëve dhe pranë vendit vetë, të cilët dhanë shumë kontribut për vendin vetë për më të shqiruar. A besoni në jak gjykim lirues? Për momentin rrugën çfarë kam marrë gjykat, ju nuk besoj. Shpresoj, duhet besoj që besoj në Zot, që ata do të vinë të lirë, po kjo gjykat më shumë është politike se gjykat që ndan drejtësinë. Zoti sot e kena parë edhe një postim të kryeministrit e detyrë Albin Kurti, i cili ka treguar që në 2022 ja ka dërguar një letër kryetarës së gjykatës speciale Katarina Trendafilova se përket padrejtësive sipas tij që jo kanë bërë, sipas kryeministit Kurtit, të cilat shpesh ta ka qenë kritikën nga ana juaj si organizat për shkak të mos angazhimit të tij në këtë drejtim. Ka thënë që ai është duke punuar në heshti, pra pa zhurmë, pasi që punët e mira nuk shpeshherë sipas tij nuk dihen. Si keni parë këtë përmbledhje që ka bërë sot kryeministri i detyrë Albin Kurti? Unë nuk do të besoj shumë ato hiç, po Allah Zoti inshallah ka bëu kërkesë. Në 2020 kam qenë në Burg, me kon kishim dëgjuar një bodis, s'kemi dëgjuar kur. Spres për Albin Kurti, azheni njëri që ju ka thonë, ju jeni më shku në Hag, shkoni në Hag, ky edhe shokët e tij apo simes e tij në atë kohë, Zot besoj në zënë të. Ky është mirë, ky detyra të shtëpisë, mbrojtjen, më ndihmu mbrojtjes me parë, si cili ka bënë tavan çmimit e tyre dhe ka bllokuar edhe mjetet, kështu që nuk do të besojnë to hiç. Jo, në barakim ty nuk di çfarë ju kanë thonë juve, ne nuk e kemi informacion policinë e Kosovës se kjo nuk është protestë, është demonstrat. Kjo një pak kënaqësi të vogël që kemi shpreh ne në pikë për 5 vjetorin e shokëve tonë që gjenden prapa grilla padrejtisht dhe ne kemi vendosur ato dyja që po aty. Ato vetëm me treguar që ne jemi në shaj të pak kënaqësisë tonë, që kemi shpreh gjithmonë kundër gjykatës speciale që do të bëjnë një padrejtësi të madhe. Me respekt. Pandej shumë juve, pandej të ne ju gjithë media keni qenë me neve, pra neve ju respektoj dhe ju ndërrej shumë, dhe ne të pandej shumë. Shumë pandej. Pandej të respekt. Shka këti marrin kopje, 5 minutë ta marrin shka. S'ta marrë. Të e qitë janë. Zoti Radine, si keni parë gjithë këtë proces gjatë 5 viteve në gjykatë speciale ndaj shkreve të ushtrisë shëndetare të Kosovës, edhe sa jeni optimist që ndoshta vitin e ardhshëm, pra vjerën e vitit të ardhshëm do të mund të lirohen edhe shëndetarët. Si proces kem mujtë me pa dhe me përcjell të gjithë. Kem qenë pjesa më e madhe e juaj media i kanë pa gjykimin që ka ndodhur deri më tash. Domethënë i kem pa dhe dëshmit që janë dëshmu faktikisht nga prokuroria speciale. E kem pa që pjesa më e madhe e tyre janë dëshmitar të paguar ose të inkuadruar ose nga Serbia, pjesa e madhe e tyre, që i dim që kanë qenë dëshmi plot atje. Ne si proces e kem pa, kem shpreh pak kënaqësitë shumicën e raste ku kem pas mundësi edhe me protestat që i kem organizuar edhe në Kosovë dhe jashtë Kosovë. Si proces ne nuk shpresojmë shumë tonë drejtësi. Ne ushtria shëndetare e Kosovës asnjëherë s'ka qenë kundraj drejtësisë. Ne kem pas procese të ndryshme që kem kryer gjatë periudhave prej mas lufte deri sot, edhe në mënyra të ndryshme është gjykuar ushtria shëndetare e Kosovës, është akuzuar në mënyra të ndryshme, po asnjëherë nuk kanë gjetur asnjë fakt, domethënë pjesa më e madhe, që e dim edhe procesin e Hagës që ka qenë një periudhë caktuar, domethënë janë dalë gjithë pafajshëm. Edhe ushtria shëndetare e Kosovës ka qenë ushtri shëndetare, nuk ka qenë ushtri as okupuese, as si më shku me sulmu dikon, as me nguc dikon, po e ka mbrojt pragin e shtëpisë tonë. Çka po dallon sipas juve Zoti Radine përmend gjykimet e Hagës ku bashkëtorët tu janë gjykuar atëherë. Çka po dallon ai gjykim me këtë gjykim? Po pjesa më e madhe aty në proceset që kanë ndodhur atëherë, ne i dimë dhe pjesën e madhe të tyre dëshmitarëve që kanë qenë atë kohë, i dimë çfarë dëshmitarësh kanë qenë edhe domethënë nuk kalon që thonë gurja zdru pa lujt,
domethënë edhe i kanë hi procesit fillim edhe marrim, edhe s'kan mujt me gjetë asnjë shipel që e përket ushtrisë shëndetare të Kosovës. Në këtë gjykatë sot që është themeluar fatkeqësisht edhe nga Parlamenti i Kosovës, ne kemi prit më shumë drejtësinë ta, për shumë arsye që është themeluar nga shteti i Kosovës, po këtu po shohim që ka shumë padrejtësi, sidomos të nis prej pjesës madhe të dëshmitarëve që keni pa edhe vetë që është ka njëherë me qesh me ta. Me thonë qas proces i keq edhe qas proces i top ka ndodhë që mu në shmuj me qujtë si gjykatë këta. Grazie,